Mirë dita dhe mirë se vini në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim makarona me mishpule dhe perime. So për këto na duhen qep edhe hudra, brokli, karrota, këpurdha, një domate, 2 gota qumësht, djath parmegjan, gjysmë limoni, na duhen basil, parsley, majdanoz, nutmeg edhe curry. Ndoshta e dini edhe për këto. Pak veget edhe kaq. So për mja fillu njëherë, na duhet mishi pulës. Për këto unë do të vendosi kaqik misht pulës, po i kam zirë njëherë, ndoshta për 10 minuta. Edhe tash veç pak i ka vërdisi, ndoshta edhe 5 minuta, derisa t'ja hedhi karrotat, qepën edhe këto gjëra tjera. Ja dhëm kapokin se ky vojnë në bëm ok, tani mishi është ka vërdis pak edhe tash ja hedhem qepën edhe hudrën. Mund të përdoni çfarë do të qepet, edhe të bardhë bën, po unë kam vendosur sot do ta bëj këtë. Tani hedhim karrotat, një domate, edhe këpurdha. Dhe mund t'ja hedhim edhe pak vaj, që të mos në gjitet për tenxherin. Edhe tani këtu i hedhim të gjysmë limonin që e kemi. Edhe ky limoni jep shijet mirë. Edhe ja hedhim këto erza tash. Ja hedhim 2 deri në 3 lugë çaj të veget. Basil. Mund të përdorni edhe që i keni me fleta kështu ose kështu si tani kështu kam. Edhe parsley, majdanoz më duket që i thojnë edhe kësaj. Curry, ndoshta edhe shqipi thojnë kështu, nuk e di. Provoni e gjeni. Po nuk i hedhni shumë se kjo jep erë, aromën e mire po. Edhe nutmeg. Si kjo, edhe nga kjo veç pak i hedh. Dija po shihet edhe mirë. Ja hedhim edhe këto broklit. Këto për broklit nuk duhet shumë, në zi se zbutën.
është mirë veç pak, po unë që mi hongër fëmija ma mirë, i zbuti pak ma shumë. Ja, dhe janë shumë të mirat shnetshme. Edhe tash, na duhen 2 gota qumsht. Po ja hedhi edhe gjys, 2 gota e gjys. Nuk e mati, nuk e di kështu me mat me sa, veç me sy. E di. Është mirë edhe me orez, me makarona, edhe qa doni. Është e shpejt, e mirë, e letë. Edhe në fund, ja hedhim pak djath parmigjan. Dy lugë të mdhaja që shtë supës. Edhe kjo jep shijet mirë. E përdonin makarona, në pizza pak. Okej. Kjo mbaroj për tash, edhe duhet me prit tash të paktën 1 orë e gjys derisa të zihet kjo krejt bashk, derisa të zbutën, derisa e shet që janë pjek, janë zi, edhe mishi pulës është tamam. Edhe në fund ja hedhim pak miell me ujë, që me ntrashkit sosin që është. Edhe tani shihemi pas 1 orë e gjysmë. Edhe mund të hedhni pak shtu si ky sosi, soj sos është. Jep shijet mirë kjo. Nuk duhet shumë, vetëm pak, sa për shije për. Gati është kry kjo, veç me thonë edhe 5 minuta, 6, derisa të ftofet. Okej miq, erdhëm pra këtu në kuzhinë, dhe gjella është gati, edhe për të me shku me servu me makarona, unë i kom bërë sa makarona këto, edhe hedhem pak, me shikojmë se qysh ka dalë. Mëni me hongër edhe me orez, edhe me orez është shumë e mirë. Mund t'i hedhni qatë doni për sipër. Dhe për dekorim mund të hedhni për shembull pak djath parmegjan. Edhe ka dalë shumë i mirë, e shisht. Edhe tash ta provojmë. Faleminderit shumë që më ndiqni. Dhe shihemi prap në videon e ardhshëm. Faleminderit. Ditën e mirë.